po shohim që ka lullzu pranvera, jemi zyrtarisht në pranverë, edhe na i kemi ndru ngjyrat në studio. Kemi sjell detox, fruta, perime, freski. Ma në fund, e lam dimrin, i lam festat, e lam bajramin, i lam krejt edhe normal tash në momentin që fillon me rrezu dielli, na automatikisht kena me mendu për vijat e trupit, edhe kena me mendu që gjatë verës me konë sa ma mirë për plazh, sa ma vital, edhe mu duk sa ma bukur. E dim që gjatë sezonit dimrit kemi pas edhe shumë festa, është vetë koha, natyra, vetë organizmi është pak ma i dembelaut një farforme, plus nuk kemi pas ushqimet fresta edhe shumë, edhe kështu që kemi arrit nashta me shtu pak pesh, ose kemi arrit muni pak ma rënd me organizmin. Realisht tash koha e pranverës vjen edhe pjesa e alergjive, na bjen imuniteti për shkak që fillon me ndru ushqimi, zgjatet dita, ndrojnë temperaturat, edhe në këtë periudhë na kemi nevojë me ndihmu proceseve të trupit detoksifikuese me ushqim edhe me rutinën tonë ditore me vaktet tona. Më thënë, ekskluzivisht sot, në këtë epizod kemi me folë për imunitetin gjatë pranverës, kemi me bo zgjidhje se qysh me ngrit këtë imunitet edhe të njëjtën kohë, qysh me ndihmu mi hek ato yndyrnat e teprume, atë djamin e tepërt edhe peshën e tepërt që e kemi shtu gjatë dimrit. Të pas parasysh që shumica prej juve e zgjedhim kryesisht shpejtën edhe të gatshmen, kom pas shumë asi komente se kërkesa që mëj me përdor diçka, mëj me përdor na i qaj, ose mëj me përdor të fundit ata që janë shumë obez ose kanë shtu shumë pesh, ata marrë Ozempikun që me heket pesh ose ata bëjnë një operacion të lukthit për shkak që u tepru me peshen. Atëherë ne sot para jush po du me prezantu recetën e Ozempikut natyral, i cili vepron të 3 hormonet kryesore njëjtë qysh vepron edhe Ozempiku. Një farforme e neutralizon hormonin e uris, edhe e rrit ma shumë hormonin e ngopjes, edhe në këtë rast njëve në ndikon nëse veç e marrim si vaktin e parë mrena ditës këtë lloj kombinimi, atër në ndihmon që me e rrit procesin e detoksifikimit të melqisë, edhe të njëjtën kohë në ndihmon me aktivizu procesin që shkrihen ma shumë yndyrnat e teprume.